LSDM thot se kryeministri po përgatit skenar për zgjedhje të parakoshme, qeveria thot se kam prioritete të tjera. Bashkimi Evropian po përgatit reformim të procesit të zgjerimit, synon integrim gradual të vendeve. Shtrejtimi i derivateve ka revoltuar qytetarët, kërkojnë masa lehtësimi. Njëzet e 6 shkolla rurale pritet të mbyllen për shkak të mungesës së nxënësve. Shëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë bërë gjithnjë më shumë pjesë e diskursit të përditshëm të partive politike në vend. Në mesin e këtij diskursi, opozita maqedonese ka hedhur akuzat të rënda ndaj kryeministrit, duke pretenduar se po përgatit skenar destabilizues për ta çuar vendin në zgjedhje. Ndërkaq, kryeministri tha se për qeverinë prioritet janë reformat. Partia opozitare e maqedonase LSDM ka drejtuar një sër akuzash ndaj kryeministrit e Christian Miskoski. Antari i Këshillit Ekzekutiv të LSDM-s, Andrej Zhirinovski, akuzoi drejt për drejt Miskoskin se, siç tha, po përgatitet një skenar për zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe nxitje artificiale të tensioneve ndëretnike, të cilat sipas tij janë të koordinuara me shërbimet e serbe dhe ruse. Megjithatë, ai tha se LSDM nuk do të bëhet alibi për këtë skenar. Pas dështimit të skenarit fillestar me Bullgarinë, Zhirinovski tha se fokusi i qeverisë do të zhvendoset tek marrëdhëniet e ndëretnike me shqiptarët. Pasi dështoj si skenar, tani opinionin, duam ta paralemrojmë për këtë, do t'jetë dëshmitari një skenari të ri. Tani, nuk do t'jem bullgarët argumenti kryesor kundër nesh, përkatësisht alibia për zgjedhjet, por do t'jen kujdes shqiptarët. Ky skenar nuk i nevojitet vetëm fushatës nacionalistet VMRO dhe PMNS, por i nevojitet edhe Vučićit. Vučići fillon me të njëjtat akuza, me të njëjtin skenar, në të njëjtën mënyrë. Kjo alibi duhet ta themi hapur, nuk është një skenar i sajuar në kokën e Miskoskit, është një alibi që ja japin shërbimet ruso-serbe. Ndërkaq, lidhur me këto deklarata nga LSDM, Miskoski theksoi se opozita nuk e di se çfarë dëshiron dhe vazhdimisht taktizon. Ju e dini qëndrimin ton dhe qëndrimin e qeverisë, i cili është se mandati i saj është 4 vjet. Nga sa mund të shoh, opozita kritikon kur bëhet fjalë për zgjedhjet parakoshme ose zgjedhje të pjesshme. Por kjo është ajo që është. Mandati ynë si qeveri është 4 vjet dhe prioriteti ynë janë qytetarët, interesat e qytetarëve dhe projektet dhe reformat që duhet të zbatojmë dhe që qytetarët presin nga qeveria dhe ajo që kemi zbatuar në 25-26 muajt e fundit që kur u zgjodh qeveria. Në të njëjtën vit, qëndrojnë edhe nga partia Vlen. Bashkryetari i Vlenit, Izet Megjiti, thosë se për momentin nuk ka arsye për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ai akuzon BD-n se vazhdimisht e mban këtë temë për të mos humbur elektoratin, ndërsa tha se qeveria ka shumicë absolute në kuvend dhe proceset nuk janë të bllokuara. Duke u bazuar tek anketat e fundit, Megjiti tha se Vlen është e favorit tek shqiptarët, prandaj tha se në asnjë moment nuk ikin nga zgjedhjet. Kujtojmë se partitë opozitare të bllokut shqiptar, BDI, ASH dhe Lidhja Shqiptare vazhdimisht kërkojnë zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Mendoj që BDI-ja për mos i ikë elektorati ka mbajtur vazhdimisht këtë temë mbas 3 muajve, mbas 6 muajve, kaluan 2 vite. Opozita, domethënë edhe kur nuk ka çka ofron, pra ka kërkesë për zgjedhjet parakoshme. Qeveria është e fokusuar te programi, te premtimet, te vendimet e mjekëve, te investimet në spital, investimet në arsim, tek ajo të cilën e kemi marrë përsipër për të realizuar. Sa i përket e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, edhe partitë politike të bllokut shqiptar kanë mendime të ndryshme. BDI, ASH dhe Lidhja Shqiptare që veprojnë në opozit vazhdimisht kërkojnë zgjedhje, e nga partia në pushtet e Vlen theksojnë se mandati 4 vjeçar duhet përfunduar në kohën e parapar, pasi sipas tyre ju nevojitet të kohë për të realizuar projektet të cilat i kanë premtuar. Komisionerja Evropiane për zgjerim Marta Kos prezentoi propozimin e Komisionit Evropian për reformimin e procesit të zgjerimit të BE-s, i cili mes tjerash përfshin integrimin gradual, verifikimin më të rrep të vendeve kandidate dhe një metodologji të re. Kos tha se procesi po hyn në një moment të ri të Helsinkit.
Bashkimi Evropian po përgatit një reformë të mënyrës së zgjerimit, me synim që vendimarrja të jetë më efikase dhe vendet kandidate të integrohen gradualisht edhe para antarësimit të plot. Komisionere Evropiane për zgjerim Marta Kosën në Zagreb ka prezantuar 4 fusha në të cilat Komisioni Evropian dëshiron të hap debat para zgjerimit të ardhshëm të Unionit. Sipas saj, bota ka ndryshuar dhe bashkë me të duhet të ndryshojë edhe procesi i zgjerimit. Një nga propozimet kryesore është kufizimi i mundësisë që një shtet antar të bllokojë i vetëm vendimet e Unionit. Kjo do të mundësonte vendimarrje më të shpejtë, veçanërisht në një BE që mund të ketë më shumë se 30 antar. Për vendet kandidate, kjo ide është veçanërisht e rëndësishme, duke pasur parasysh bllokata dypalçe që kanë penguar procesin e antarësimit. Megjithatë, ende nuk dihet se në cilat faza të zgjerimit do të zbatojë kufizimi eventual i vetos. Një tjetër ndryshim, ajo tha se lidhet me mbrojtjen e demokracisë dhe sundimit të ligjit edhe pas antarësimit. Komisioni Evropian tha se po shqyrton mekanizma të rinj që do të aktivizoheshin në rast të regresit demokratik ose shkeljes së vlerave themelore europiane. Reforma parashikon edhe integrim gradual të vendeve kandidate. Shtetet që përmbushin kushtet do të mund të përfshiheshin më herët në politika dhe mekanizma të caktuar të BE-s, pa pritur antarësimin e plot. Një pjesë e kësaj qasjeje tashmë zbatohet përmes SEPA-s, tregut energjetik dhe pjesëve të tregut të vetëm. Ndërkohë, BE-ja po shqyrton edhe mekanizma kalimtar pas antarësimit me qëllim mbrojtje nga goditja ekonomike, institucionale dhe buxhetore gjatë pranimit të vendeve të reja. Si kandidat më të avancuar, Kos veçoi Malin e Zi dhe Shqipërinë, ndërsa përmendje edhe Ukrainën dhe Moldavinë. Idetë e para konkrete për reformën e brendshme të Unionit pritet të prezantohen në shtator para debatit të liderëve europian në tetor. Për Maqedoninë e Veriut, ndryshimet janë veçanërisht rëndësishëm për shkak të bllokadave shumëvjeçare në procesin e integrimit. Kos, gjatë vizitës në Shkup në Korrik, përsëriti se vendi duhet të vazhdojë reformat edhe integrimin gradual në BE, ndërsa procesi i antarësimit mbetet i hapur. Ndërkohë, zëvendës kryeministri dhe ministri për çështje evropiane Bekim Sali ka theksuar rëndësinë e zbatimit të agjendës së reformave për progresin e vendit në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje, por edhe për kredibilitetin e procesit të integrimit evropian. Gjatë prezantimit të qendrës së ekspertizës për prioritet strategjike, një mekanizëm i propozuar nga Kombet e Bashkuara tha se zbatimi i reformave do të përcaktojë jo vetëm ritmin e progresit ton në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje, por edhe cilësinë dhe kredibilitetin e procesit më të gjerë të integrimit evropian. Institucionet uftuan që të shqyrtojnë me kujdes hapat e agjendës së reformave nën përgjegjësinë e tyre dhe të identifikojnë fushat kur ekspertiza e specializuar mund të përshpejtojë zbatimin, të zgjidhë pengesa teknike dhe të ndihmojnë në respektimin e afateve të dakorduara. Ministria për çështje evropiane do të vazhdojë të mbështesë institucionet gjatë këtij procesi dhe të sigurojë koordinimin me Kombet e Bashkuara, ka thënë Sali. Çmimet e derivateve të naftës nuk pritet që të stabilizohen në një të ardhme të afërt, paralajmëroi sot kryeministri Kristian Mickoski. Megjithatë, ai pretendon se qeveria po punon në një strategji për menaxhimin e krizës, ndërsa nga LSDM kanë akuzuar se shtrejtimi i karburanteve përbën një barë të re për qytetarët dhe bujqit. Derisa dizeli në Republikën e Maqedonisë së Veriut prek shifrën alarmante prej 101.5 denarësh për litër, kryeministri Kristian Mickoski deklaron se ekziston plan dhe strategji për të tejkaluar këtë situatë. Mickoski bëri të ditur se kjo gjendje do të zgjasë më shumë se sa është parashikuar, por sipas tij, qeveria punon me plane dhe ide. Ne kemi një strategji të qartë, kemi një plan të qartë. Sipas analizave tona, kjo do të zgjasë. Kjo situatë që po ndodh në gjirin persik mund të zgjasë edhe disa vite, po ndërmarrim hapat me kujdes në mënyrë që të mos ecënojmë stabilitetin makroekonomik në vend. Nga ana tjetër, synojmë të sigurojmë karburante të bindshëm më të lira për qytetarët edhe industrinë në vendin tonë. E gjithë kjo situatë, për fat të keq, do të zgjasë pak më shumë se nga sa parashikohej, pra mund të zgjasë edhe disa vite. Ai më tej lavdëron vendin se ka derivatet më të lira në rajon, duke bërë krahasime me shtete si Greqia, Kroacia, Slovenia, Bosnia dhe Hercegovina e Mali i Zi. Ndërka që nga LSDM thanë se rritja e çmimit të dizelit përbën një barë të re për qytetarët dhe bujqit.
Nënkryetaria e LSDM-s Jovana Trenqevska tha se dizeli vetëm për 6 muaj është rejtuar për 43%, ndërsa kostot më të larta të karburantit do të kenë pasoja edhe në prodhim dhe transport, gjë që siç paralajmëroi ajo, do të çojë në rritje të reja të çmimeve të ushqimeve. Mbi 100 denar për 1 litër dizel do të thot një goditje e re në çmime për çdo familje maqedonase. Karburanti më i shtrenjtë do të thot transport më i shtrenjtë, prodhim më i shtrenjtë dhe në fund ushqime më të shtrenjta. Në kushte kur shporta e konsumatorit është pothuajse 70.000 denar dhe pagat janë në stagnim, çdo rritje e re e çmimeve e ngarkon edhe më tej buxhetin familjar. Kujtojmë se seria e rritjeve të çmimeve të derivateve filloi pas shpërtimit të luftës në Iran, e cila pasoi me mbylljen e ngushticës së Ormuzit. Kjo çoi në rritjen e çmimeve të derivateve në tregjet botërore. Ndërkohë rritja e çmimeve të derivateve të naftës ka shkaktuar revolte qytetare, të cilët thonë se çmimet e karburanteve nuk përputhen me standardin e jetesës dhe pagat në vend. Ata kërkojnë nga institucionet masa konkrete për lehtësimin e barës financiare mbi familjet. Çmimet e reja të derivateve kanë goditur ndjeshëm xhepat e qytetarëve. Një tjetër rritje nënkupton një tjetër goditje për buxhetin e tyre familjar. Të pyetur rreth çmimeve aktuale të derivateve, sidomos dizelit, qytetarët plot revolt shprehen kështu. Katastrofë që janë me ulltar. Ju duken çmimet larta? Shumë. Pagat? Minimale. Por çmimet e reja janë katastrofë. Mjerim është për këtë popull, politikanët tonë janë katastrofë. Nuk ka kujdes ndaj popullit ton që janë shumica janë pa punësime me rrogat dopta, nuk kujdesen. Këto partit tona shqiptare janë vetëm për karrige. Nuk ju intereson as pak për popull. Si në çështje kombëtare, si për punësim, si për krejt drejtimet. Qytetarët të zemruar gishtin drejtojnë nga pushteti pasi sipas tyre, pushteti nuk bën mjaftueshëm për t'ju dalur në ndihmë. Ata thonë se edhe më shqetësuese është fakti që çdo gjë është drejtuar me një tempo të lartë, ndërkaq vetëm pagat jo me të njëjtin ritëm. Ata thonë se fuqia blerës e RMV-s është shumë e ulët krahasuar me atë të rajonit. S'kam betur, po shtrenjtë janë. Nafta shumë ka i përstepër. Qatë rrugët që kimi sa i për nafti. Çmimet e naftës nuk shkojnë me realitetin, sepse çmimet kur në atje në botë rritën, ne kemi rezervat me çmim tjetër. Dhe derisa po argjohen ato me çmim të ri, po zbret çmimi mandej në berzën e botërore. Sipas standardit tonë janë të mjaft me çmime të larta. Shteti duhet të gjejë mënyrë. Ai ka shtetin në dorë, buxhetin në dorë. Shumë shtrejt nuk e di çfarë t'ju them. Qytetarët thonë se nuk mund të kërkohet nga ata të përballojnë çdo krizë, ndërsa institucionet sipas tyre nuk bëjnë mjaftueshëm për t'u lehtësuar barën. Me shtrejtimin e naftës duket se durimi i qytetarëve ka shkuar drejt fundit. Ata porosisin pushtetin të mos harrojnë se 1 litër dizel paguhet me pagë mizore minimale, e cila nuk mjafton për të mbuluar shpenzimet e muajit. Numri i nxënësve në shkollat e vendit po shënon rënje, ndërsa shifrat janë alarmante. Ministri i Arsimit Vesna Janevska bëri të ditur se këtë vit janë formuar 300 klasa më pak, ndërsa 26 shkolla rurale pritet të mbyllen për shkak të mungesës së nxënësve. Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, ka ngritur sot shqetësimin e rënjes së numrit të nxënësve, duke thënë se këtë vit ka 200 klasa më pak në arsimin fillor dhe 100 më pak në atë të mesëm. Sipas të dhënave që ndau sot ministrja, vetëm rreth 14.500 nxënës janë regjistruar në klasë të parë. Megjithse, ky nuk është numri përfundimtar, sepse regjistrimi i nxënësve të klasës së parë, që humbën afatin e regjistrimit, vazhdon deri në fund të shtatorit. Ndërsa po ashtu njoftoi se 26 shkolla rurale pritet të mbyllen natyrshëm për shkak të mungesës së nxënësve.
Ajo që kemi arritur të bëjmë është se për momentin kemi rreth 200 klasa më pak në arsim fillor dhe 100 klasa më pak në arsimin e mesëm. Theksoj se kjo po bëhet për të mundësuar socializimin e nxënësve, cilësi më të mirë të arsimit për nxënësit dhe jo një ekzistencë të izoluar në një mjedis të caktuar rural, ku mbizotrojnë parime të caktuara përfshirë stereotipe të caktuara dhe ku cilësia e arsimit nuk mund të jetë e përshtatshme për shkak të numrit të vogël të nxënësve, sidomos nëse flasim për klasat të kombinuara ku mësojnë nxënës nga 3 klasa të ndryshme, për aq sa lejohet me ligj. Ajo shtoi se mësimdhënia në klasat të tilla të kombinuara do të zbatohet vetëm aty ku janë të detyruar. Do me thënë, nëse shkolla rajonale, rurale, ndodhet më shumë se 15 deri në 20 kilometra larg nga shkolla e parë qendrore më e afërt. Ndërkohë, ajo theksoi se në këtë moment, asnjë mësues i punësuar për një periudhë të pacaktuar nuk është të pushuar nga puna, dhe se në disa komuna të Shkupit, siç është aerodromi, nuk ka numër të mjaftueshëm mësuesish dhe ajo pret që të ketë disa punësime atje. Në të gjitha shkollat e tjera jashtë Shkupit personeli është i mjaftueshëm. Kjo është arsyeja pse masa është një qëndrim më i gjatë i nxënësve në shkollë. Klasa me qëndrim tërditor, ku në një klas, le të themi për 20 fëmijë, do të punojnë 2 mësues, njëri në njërën gjysmë të ditës, tjetri në gjysmën tjetër të ditës, me detyrimin për të punuar me fëmijët deri në orat 16, që prindërit të jenë të lirë, që fëmijët të mos vuajnë nga ndikimi i gjyshërve, të cilët sigurisht kanë parasysh interesat më të mira të fëmijëve, por fëmijët kudo në botë po fillojnë të shkojnë në kopshte dhe shkolla gjithnjë e më herët. Sa i përket teksteve shkollore, ajo tha se ato janë shpërndar dhe nxënësit do t'i kenë në banka që në fillim të vitit të ri shkollor. Janevska shtoi se tashmë po planifikojnë më seriozisht numrin e teksteve të nevojshme, përfshirë zëvendësimin e atyre të dëmtuarave, ndërsa thekson se lëshimet janë zvogëluar gjatë 3 viteve të fundit. Ministria e Arsimit dhe Shkencës promovoi portalin e-Shkencë, i cili synon të centralizojë të dhënat për studiuesit, institucionet shkencore dhe rezultatet e tyre, duke mundësuar edhe lidhje me bazat globale të dhënave shkencore. Ministria e Arsimit dhe Shkencës sot promovoi portalin e ri publik të e-Shkencës, i cili është një bazë të dhënave vetme kombëtare elektronike për të gjithë studiuesit në vend. Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, vuri në dukje se portali ofron një pasqyrë të përgjithshme të studiuesve, organizatave kërkimore shkencore, si dhe statistika dhe tregues për punën e tyre. Mjeti është i lidhur edhe me bazat e të dhënave globale Web of Science, Scopus dhe Google Scholar, të cilat shfaqen rezultatet, citimet dhe H-indeksin. I inkurajoj të gjithë studiuesit nga universitetet shtetërore dhe private dhe institucionet e arsimit të lartë, nga institucionet shkencore publike dhe private, institutet shkencore dhe nga Asham, si dhe studiuesit e pavarur që punojnë në Maqedoni, por edhe studiuesit me origjinë maqedonase që punojnë në universitetet të huaja, të plotësojnë një aplikim dhe të hyjnë në regjistrin elektronik të e-Shkencës. Është një mjet transparent dhe gjithë përfshirës për të zbuluar punën e tyre në skenën shkencore, vendase dhe ndërkombëtare. Deri më tani, ajo bëri të ditur se në portal janë regjistruar 229 studiues, për të cilët shfaqen të dhëna mbi arsimin formal, punësimin, titullin shkencor, institucionin, fushën shkencore, si dhe rezultatet nga bazat e të dhënave shkencore globale. Platforma gjithashtu mundëson lidhjen e drejtpërdrejtë të shkencës me sektorin e biznesit dhe institucionet publike. Janevska theksoi se fondet e alokuara për aktivitete kërkimore shkencore janë duke u rritur vazhdimisht, nga 380 milion denar në vitin 2024, mbi 680 milion në vitin 2025, në 773 milion denar në buxhetin e këtij viti. Po zbatohen edhe projekte me interes kombëtar me vlerë mbi 370 milion denar dhe po ashtu thekson se është siguruar qasje falas në bazat e të dhënave Web of Science dhe Scopus për stafin. Pas ditëve të nxehta, moti në Shkup pritet të ndryshojë me shtim të vranësirave dhe rreshje të rrëmbyeshme lokale. Meteorologët paralajmërojnë mbubullima, erë të përforcuar dhe mundësi për breshën, ndërsa paqëndrueshmëri më e theksuar pritet gjatë ditëve në vijim.
Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se në Shkup do të ketë rritje të vranësirave dhe në disa pjesë të Luginës do të ketë kushte për paqëndrueshmëri me rreshje të rëmbyeshme shiu, erë të përforcuar dhe bubullima. Sipas tyre, proceset lokale do të jenë në drejtim të motit të lig me erë të përforcuar dhe mundësi për paraqitje të breshërit. Meteorologu Vilem Popovski theksoi se nesër moti kryesisht do të jetë i ngrohtë, ndërsa pasdite pritet të jetë me rreshje të rëmbyeshme shiu, bubullima dhe erë të përforcuar. Nesër moti do të jetë i ngjajshëm, paradite me diell dhe ngrohtë, ndërsa pasdite do të ketë kushte për paqëndrueshmëri me rreshje të rëmbyeshme shiu, bubullima dhe erë të përforcuar. Në periudhën në vim pritet mot me diell dhe i ngrohtë, por për shkak të lagështisë gjatë orëve të pasdites, në disa vende do të ketë paqëndrueshmëri të izoluar me rreshje të rëmbyeshme lokale dhe bubullima. Popovski bëri të ditur se më shumë kushte për rreshje të rëmbyeshme dhe mot të paqëndrueshëm pritet të dielën. Ai gjithashtu theksoi se nuk mund ta dinë saktësisht se ku do të ketë rreshje gjatë kësaj periudhe të motit të paqëndrueshëm, sepse sipas tij në atmosferë ka shumë energji dhe lagështi dhe se nuk mund të përcaktojnë saktësisht se ku do të bjerë shi dhe sa do të jetë sasia e rreshjeve. Teherani thotë se është përgatitur për valjen e re të sanksioneve të SBA-s, ndërsa Washingtoni paralajmëron izolim ekonomik për Iranin dhe çdo shtet që vijon të bashkëpunojë me të. Irani thotë se ka hartuar një plan 2 vjeçar për t'i bërë balë zgjerimit të sanksioneve amerikane, duke sfiduar hapur strategjinë e re ekonomike të Washingtonit. Deklarata erdhi pasi sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent njoftoi një fushatë të gjerë kundër rjeteve financiare të Iranit, të cilën e përshkroi si ofenzivën më të madhe financiare ndonjëherë. Ministri iranian i ekonomisë Ali Madanizadeh tha se vendi i tij nuk është kapur në befasi. Sipas tij, masat e reja amerikane nuk do të sjellin rezultatin që kërkon Washingtoni dhe mund të përfundojnë në një tjetër disfat për Shtetet e Bashkuara. Bazen tha se SBA-ja po nis një sulm ekonomik ndaj lidhjeve financiare të Iranit në mbar botën dhe paralajmëroi se çdo vend apo subjekt që vazhdon të bashkëpunojë me Teheranin do të përballet me pasoja. Ligjvënësi i Izraelit këtë të martë ka shkatruar një memorial që mban emrat e palestinezëve të vrarë në fshatin Madama të bregut perëndimor të pushtuar në prani të ushtarëve izraelit. Sukot, antari i partisë së ekstremit të djathtë Sionizmi Fetar, publikoi në platformën X një fotografi ku shihet duke përdorur një çekiç të madh për të goditur memorialin në fshatin në jug të Nablusit. Ai tha se gjatë javëve të fundit i kishte bërë vazhdimisht thirrje ushtrisë izraelite që të hiqte ato që i cilësoi si memoriale terroriste në të gjithë zonën. Shpresoi shumë që kjo të bëhet sa më shpejt të jetë e mundur, ka thënë ai. E përditshmja izraelite Ahronoth raportoi se Sukot kishte kërkuar leje më shumë se një muaj më parë për të vizituar fshatrat palestineze, dhe se kërkesa e tij ishte miratuar disa ditë më parë. Gjatë vizitës, e cila zgjati rreth gjysmë ore, ai dëmtoi memorialin, ka raportuar gazeta. Departamenti i Shtetit Amerikan ka hequr Sirinë nga lista për shtetet e sponsoruese të terrorizmit, duke përmbushur zotimin e presidentit Donald Trump për lehtësimin e sanksioneve ndaj qeverisë së periudhës pas Asadit. Washingtoni hoqi gjithashtu përcaktimin e frontit Al-Nusra, i njohur gjithashtu si Hayat Tahrir al-Sham, si organizatë terroriste globale përcaktuar posaçërisht. Hayat Tahrir al-Sham ishte një nga grupet armatosura më të njohura që kundërshtuan forcat e Bashar Asadit gjatë luftës civile në Siri. Grupi drejtohej nga Ahmed al-Shara, i cili u bë presidenti i Sirisë pas rrëzimit të Asadit. Ndryshimi i politikës pësoi rënjen e regjimit të Asadit në dhjetor të vitit 2024 dhe përpjekjet e mëvonshme të Sharës për stabilizimin e vendit. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur një akt akuzë ndaj të pandehurit Fatmir Sheholli për 2 vepra penale, spionazh dhe shantazh. Sipas akt akuzës, Sheholli nga një datë e papërcaktuar deri më 9 tetor 2025
në cilësinë e personit të rekrutuar nga shërbimi informativ i Serbisë i njohur BIA, e ka ndihmuar veprimtarinë e këtij shërbimi duke vepruar sipas urdhërave dhe detyrave të zyrtarëve të tij. Ai akuzohet se ka mbledhur, siguruar dhe përcjell përmes mesazheve telefonike të dhëna informacione dhe dokumente lidhur me aktivitetet politike, gjendjen e sigurisë dhe funksionimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Sheholli akuzohet për veprën penale shantazh pasi gjatë vitit 2022 deri në dhjetor të vitit 2025 e ka shantazhuar të dëmtuarin ai duke e detyruar të veprojë në dëm të pasurisë të tij në shumën që te i kalon 13 milion euro. Rasti ka kaluar për shqyrtim gjykatës themelore në Prishtinë, ndërsa i pandehuri ndodhet në masën e paraburgimit. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.